Gjykata e posaçme zbardh argumentat ku u bazuar për të saktuar masën e pezullimit nga ushtrimi i detyrës për zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku, si dhe i ndaloi të drejtën për të dalë jashtë vendit, ndërsa përvarësit e saj Gentian Gjyli dhe Eralde Lezi u dërguan në arrest shtëpie. Në vendim thuhet se e pandeura dhe vartësit e saj kanë rrezik të prishin provat për shkak të funksioneve që ushtrojnë. Për shkak të detyrës që ushtron e pandeura Belinda Balluku, aktualisht me funksionet e larta shtetërore, zëvendës kryeministre e Republikës së Shqipërisë dhe ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës, por dhe të pandeurit e tjerë Gentian Gjyli, aktualisht me detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Autoritetit Rrugor Shqiptar, Eralde Lezi, me detyrën e administratorit të Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare SHA, ekziston mundësia që ata të mund të ndërhyjnë dhe të ndikojnë në prishjen ose asgjësimin e provave, në krijimin e rrethanave që vështirësojnë mbledhjen e provave. Kjo nisur nga fakti që organi procedues po verifikon çdo dokumentacion të administruar nga institucionet qendrore që drejtojnë, thuhet në vendim. Gjykata thekson se zëvendës kryeministre mund të intimidojë dëshmitarët pasi SPAK është duke vijuar me pyetjen e zyrtarëve, të cilët janë vartës të drejtë të saj, por edhe të Gjylit e Elezit. Në dosjen e SPAK thuhet se organi procedues po vijon me pyetjen e personave zyrtar që kanë vepruar në kuadër të ndjekjes së procedurave të prokurimit, të cilët janë vartës të drejtë të pandeurve, duke shtuar se organi procedues po heton për shkeljet e këtyre të pandeurve edhe në procedura prokurimit të tjera. Gjyqtari i posaçëm Erion Çela arsyeton më tej se ekziston rreziku për largimin e të pandeurve dhe në këtë mënyrë të shmangen e timit. Sipas gjykatës, ekziston rreziku duke që në ushtrimin e funksioneve respektive, ekziston rreziku që ata të kryen krime të njëjtit lloji me atë për të cilin po procedohen. Në vendim thuhet se të pandeurit menaxhojnë në vazhdim fondet publike për investimet publike të tjera të parashikuara për institucionet qendrore që ata drejtojnë. Nisur nga këto rrethana, masat e sigurisë të caktuara ndaj të pandeurve konsiderohen të përshtatshme. Belinda Balluku është e pandeur për shkelje të barazisë në tendera për tunelin e Llogaras me vlerë 190 milionë euro, kryer në bashkëpunim me Evis Berberin, ish kreun e ARSH-s, Gjylin e Elezin si dhe 2 specialiste të ministrisë. Zëvendës kryeministre dyshohet edhe për përcaktim të tenderit loti 4, unaza e madhe me vlerë 20 milionë euro.